Bismillahirrahmanirrahim. Meselja radhës, apo fetvaja radhës për agjërim është qitja e pikave në sy. Edhe ke mesele, sikur se meselet e tjera, qitja e pikave në hun, pikave në vesh, krejt kjo ka të bëjnë lidhje me atëse, a ka lidhje me organizmin, me fytyn brenda apo jo, huna, veshje dhe syni, apo është kam rana në tru, të veshje, edhe më shkoft në fët. Nga kje dhe ndalë maja në dy mesele, ani pse shumica ulemave kanë thanë se qitja e pikave në vesh në sy nuk e prish agjërimin. Por sot mjekësia bashkohore e ka vërtetuar se në përmjet kanaleve të lëdëve depërton dhe mundet me shku edhe në fët. Mirë po ndoshta, Zoti din, pikat që qiten në sy janë më pak se sa që mund me depërtu prej kësaj distance, këti vendi, këtë distancë ka shlarë deri në fët. Andaj, unë mendoj dhe mbrojt mendim se nuk e prish, por kisha thanë, nëse dikush e përdor pikat e synit dhe e vren se ka shku lëngën fët, ka depërtu poshtë, le ta numëron se ka prish, por mos haj mos pi, sepse je vetëm të kjo mesele, po meselet e tjera, nëse është i dyshimt, mos haj mos pi, por mos ande bën kaza. Mos ande bën kaza. Pra, nëse shkon në fët, e që të pikat e në sy, e që nëse ndodh, edhe ndjen se ka shku në mrena, goj mrena ka, le ta nëmërën se e ka prish. A nëse nuk e nëmërën që i ka shku, nuk e ka prish. Wallahu a'lam, Zotë e din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullah.